Po në shtallën s'moj me ta sjell ty në studio këtu. A janë që ta fermerë të Republikës Kosovës e ndërruar, kjo janë një. Ata janë fermerë të vegjël, qysh për Nuk ka fermer i vogël, i ka mbi 100 krerë. Muj me vizitu bashkë. Mos tjetë kjo... Ku është kjo nëse mundën se nuk pe dim? Kjo është me vitëmërisë të pejsë. Ne vizitojmë. Pa pikë problemi vizitojmë fermerin. Veç duhet me ditë, veç sa shumë. Kjo është fshati në Abërgjan pejsë. Unë nuk dëshiroj t'jem lokalist, po i ka marrë ca fermë atë cilë tunë e kam kontakte për ditë në ta. Që të dy kanë apliku për subvencione. Nuk kanë marrë asë një subvencion? A jeni të sigurt, zote Maloku? Subvencionet i kanë marrë për grande nuk janë kualifiku. Këti letrën e ministrisë, pëse si janë kualifiku për grande? Po atëherë, pse ju këto politika, veç i moment tjere. Jo e të lutem, nuk mundesh me Ju e keni përfundu mandatin, veç i moment. Nuk mundesh me arë me një fotografi, nuk mundesh me arë me një fotografi. Po në shtallën s'moj me ta sjell ty në studio këtu, sjell një fotografi në shtallës. Të lutem, sjell dokumentin e ministrisë. Po cilin dokument? Pse nuk është mbështet për ministrisë? Pse nuk është mbështet për ministrisë? Duhet ta di, kjo është manipulim. Jo, nuk ka manipulim, fotografia nuk ka manipulim, se ferme në shtallën e këtyre nuk mëjmë ta sjell në studio. Po duhet ta di, ta sjell një fotografi. Më fal, po duhet ta di. Zoti Maloku, apo na tregojnë për rastin vërtet, se edhe unë nuk po e di, pra, veç ta di. Sa bëhet fjalë? Unë nuk kam marrë decidivisht bëj politik këtu, po me tregu realitetin që e kemi një përditshmëri. Okej, po të na tregoni për këtë rast, pak më specifik. Jo një rast, po janë mbi 10 firma e ndëruar, që janë fermer, të cilët i kanë në këso kasollave kafsht, që të ftoj me i vizitu zbashku dhe me u zgjedh problemet zbashku. Problemi që ndronë kështu, që Ministria e Bujqësisë e ka një zyre këshillimore, e cila i këshillon edhe nivelin politik ministrit për vendosin e regullave për aplikim për grande dhe subvencione. Problemi është që ne kemi fermerë dhe të pa informuar, apo nuk dëshiroj t'i nënçmoj, po të pa edukuar rreth asaj. E ke prejk një pikë shumë e rëndësi. Tani, qka duhet? Duhet që ajo zyre, e cila shërben që plot 20 vite, që i ka shërby një herë zyrtarëve të Lidhjes Demokratike, të emëruarve politik, pastaj zyrtarëve të Partisë Demokratike dhe se fundi i kanë shërby qeverisë Albin Kurti. Si ndodh në një Ministri të Bujqësisë, që ka pas aq propagandë, të gjithë ata që nuk kanë qenë me vendvendosjen të kalumen, jenë konë në gjyra tjera politike, ata e kanë ndru veç në gjyrën e flamurit partisë. E kanë morë flamurin të kujshve të vendosjes, vazhdojnë me punu aty, vazhdojnë, jënë të kompanit e njejta që i bojnë projektet për përfitimin e grandeve. Pra pa ta punojnë, ata i nxerrin grandet. Dhe ku qëndron problemi? Problemi qëndron që stafi politik i ministrit i dikton gjitha politikat dhe në halë jënë edhe ata punëtorë, ata ekspert mërëna Ministrit Bujqësisë për i tyne. Jo veç për Ministrit Fatun Peci, po dhe për atyre tjerëve kanë qenë. Pse e kam këtë informacion, dëshiroj t'i tregoj të ndëruares, edhe t'a pyes edhe për këtë foto. Po për këtë objekte, din ku ndodhet lutën nëse banë mja dërgu? Në që ta shadhe unë, zote, për qëfar po flitet, se janë kështu, jemi live. Tani ne... Që mund të mbash? Veç pak, ndëgjam, tash mundesh me u paraqit para publikut kënë se ke arme më ndonë leksion. Jo, në leksion nga s'kuj si jo, për bujqësi dhe blegtorisë, si të mos për sektorin e blegtorisë, jam gjendje me të majtë leksion me javë të tëre. Zoti Maloku, me gjithë respektin, po nga të regoni për qëfar bët fjallë. Unë nuk jem ekspert e pushës, po më dheq komisionin për 4 vjeç, po besoj që kom arrit me pas një ori ma shumë se ti, për 4 vjetë. Shumë jam i knaqë nëse ti ke arrit me... Mundesh me sjell fotografi. Cila është kjo fotografi, qëfar dëshmana? Edhe mundesh mi marë me shku me fotografu shtalla. Une e pys, udhëhecin e Komisionit për Bujqësinë, Parlamentin e Kosovës, është një objekt i një institucionit që është më konë shumë vital për shtetin tonë. A më tregoni mu si gazetarë, zoti Maloku, së nësë po e di. Këto e pyta, se kjo po hatu ne i ditë gjithë shka,